Jemi me gazetarin e Piskut, Gaz Legjenda, do të futemi këtu ke kjo ku është bërë mbledhja e Samirit, ku kanë qenë gjithë kokat e Europës me Ramën që Skënderbeu, Pakën se futim mbrengën Skënderbeu. Jemi futemi aty mbrena dhe tani me Gazin tani do të bëjmë një shpjegim gjithë kësaj politikës botërore. Gjithë politikës botërore, Gjithçka. Po Gaza, po ç'a ndodhi këtu Gaza? Po ajo që është bërë domethënë si bisedë, dhe ja shpjegim. Ja, danke, dass du mir das sagst. Siç I thonë dhe top secret. Po. Shihemi me çfarë ditë erdhi, me çfarë ditë kemi fatin futemi këto veprat, kryevepra. Kryevepra? Gjithçka është gati. Eja. Po prit mos I ka shpejt apo. Lëre kamerën aty. Do ta realizojmë këtu Gaz? Ore. Ti ulesh këtu, unë ulem këtu. Jemi lart. Miq, ju përshëndesim, jemi këtu ku ka ndodhur gjërat më të rëndësishme të politikës botërore. Edhe kemi këtu një nga politikanët, një nga kryeministrat, unë kam thënë prej kohësh të vendit. Do të jetë kryeministri I ardhshëm I vendit ku Shqipëria do të marrë drejtim tjetër, jo vetëm Shqipëria, por Europa dhe bota me problemet që ka midis Europës dhe SBA-s dhe vendeve të tjera shumë fuqishme, Rusia, Ukraina, Izraeli, Palestina, India, Pakistani, Ukraina, Rusia. Po, gjitha. Gaz Legjenda, e njihni më së miri, njihet me Piskun, ju sa herë më çoni foto kur del është njeriu më opozitar, më aktiv, më kërkues për të drejtën e shqiptarëve. Fjala për ty Gaz. Është e vërtetë, domethënë që këtu dje është mbajtur samiti I BE-s, domethënë, dhe ka qenë liderët botëror, domethënë më të mëdhenj 47 gjysej ku ndërta ka qenë dhe presidenti. Veç ngre pak zër. Mes tyre ka qenë dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, ka qenë presidenti I Francës. Si pak I lodhur më duk mua, ishte pak kështu si po është pak domethënë dhe mosha e bën. Edhe mosha. Ishte kryeministri britanik Starmer, ishte kancelari gjerman, dhe komisionierja von der Leyen. Po, është e vërtetë domethënë pasi unë pata. Po ç'a ndodhi këtu Gazo? Me ç'a pajtohesh, me ç'a spajtohesh? Është e vërtetë, unë pata dje një intervistë për BBC-n. Pata intervistë për BBC-n? Ndodhi te Parlamenti I Shqipërisë domethënë dhe pyetja e parë e gazetarit britanik ishte po nga je. Mi thashë nga Tirana. Tha ku jeton? Mi thashë jam në Bruksel. Pa sa vite? Thash 28 vite. E kishte domethënë kuptimin se largohet Shqipëria në mos domethënë dhe unë isha një ndër ta domethënë I konfirmoja diçka të tillë. Po. Edhe pyetja tjetër ishte tha pse tha Shqipëria tha nuk është në BE. I thash unë Shqipëria nuk është në BE për shkak Ti the ka fajin Edi Rama. Ka ja përgjigjen komplet si ja dhash atij britanikut domethënë. I thash për shkak I thash që historisë së Shqipërisë në të kaluarën nga pushtimi otoman domethënë që e la mbrapa domethënë. Gërëzën ta çfarë gjithë bota. E dyta I thash është domethënë pas komunizmit 50 vite komunizëm domethënë dhe në vitet 90-91 që u hap demokracia domethënë që filloi eksodi masiv domethënë në gjithë botën ku si dihet me 1 milion e gjys shqiptar domethënë gëzojnë shtetësi shqiptare dhe në një vendit BE-s apo në një superficie në kontinentin amerikan apo diku tjetër. Edhe pyetja tjetër ishte se kur mund të antarësohet Shqipëria në BE. Unë thash Shqipëria në BE mund të antarësohet domethënë në 2030 pasi deri në 2027 janë negociata apo ti nuk do ta thoshte. Dhe mbyllja e negociatave domethënë jo I del kuptimi pasi dhe ministri I punëve të jashtme me komisioneri Costa domethënë I Portugalisë, edhe ai e konfirmoi në konferencë sportive me kryeministin Rama që është e mundur diçka të tillë pasi siç e dini dhe Mali Zidi domethënë që është afërsisht si ne domethënë dhe ajo mund të ndizet drita e Shqipërisë në 2028 për antarësim. Dhe I thash që Shqipëria është mbrapa, I thash në antarësim për shkak se ne kemi patur të njëjtën gjendje ekonomike dhe politike me Rumaninë dhe Bullgarinë, ku ata që në vitin 2005 janë në Bashkimin Evropian, kurse ne akoma
po vonuemi me grup kapitit 35, domethënë që janë afër vitin e kaluar, dhe që së shpejti do Që jemi je i mollë, je i mollë, këto gjona nuk i thonë në vërtetë, këto gjona nuk i thonë politikanët, nuk i dinë. po secili jep mendimin që Ka çfarë gjë, bravo ty për thjeshtësinë, për modestinë. edhe Edhe do edhe do jemi edhe do jemi domethënë Delegacioni BE-s, ja ku gjë delegacioni BE-s. edhe do jemi Where are you from, you? Here. Ah, you from here? Yeah. Okay. You? No, What I'm about from France. From France, what Yes. about you? All of With you? a colleague. Bonjour, Delegacioni. vous allez bien? Ça fait combien de temps que vous êtes en Albanie? Delegacioni BE-s. Un jour, vous allez rester Objection, votre honneur. 8 jours. Oui, Allez. à Tirana, dans le capitale. Avec, Sakondak, Samil. Your Po. delegacioni, opa, Ça me plaît l'Albanie ou... Oui, parce qu'aujourd'hui, le président français est ici. Ah, il est encore là aujourd'hui? Oui. Macron. Oui, hier, il était, aujourd'hui. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, c'est notre président. Hein, c'est ça. Nous, on l'aime plus que vous. Hein. Macron. Hajde legjenda me! Lui, c'est notre Legende. directeur. Hein. Oh. Comme ça, il faut faire attention avec lui parce que si vous touchez à lui, vous allez toucher nous. Hein. Questa poi mi video me show. Non, non, mais c'est notre président. Delegazione della Francia. Macron. Qui s'est battu? Lui, c'est un vieux ami. Il Ute a, papa ute, ha? O legjende, ja për moj parlament një legjenda. il a investi 2 milliards d'euros en Albanie à Tirana. E Et comme pyetja ça, pëlqen, do i like Albania? Yes, yes. Yes, on vient de Pignon. tu me veux puis tu Oh, tu as fait un plaisir. Oui. Bon. Lui, c'est un grand journaliste et il s'intéresse à vos opinions. Oh, Ouais, Pyetja se e parë që vini në Shqipëri si Macron, authentique. Macron, c'est pas un PSG, hein, attention. Allez, l'OM. Vive la mâche. Moi, j'ai vécu 28 ans à Bruxelles, en Belgique, et je suis citoyen belge. Et c'est pour ça que Nga Belgji, nga Belgji ku jeton la Belgique et la France Bruxelles. maintenant, c'est un pays. Hein, et ça veut dire que A do votoni, pyetja, do Ouais. votoni për kryeministrin e ardhshëm, për legjendën, një legjendë. Est-ce que vous allez choisir pour le prochain président? Oui. Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen. C'était le choix. Herman C'était Jesse. le choix. Herman Jesse. Ouais, Ah, au revoir, Herman Jesse. merci beaucoup. Au revoir, et On vous aime tous. Je vois ça. En Albanie, il y a des jolies filles. Et ils ont hâte. En Albanie, il y a des jolies filles, ils ont hâte de passer la nuit avec vous. Hein. Profitez. Voilà, il y en a de tout. Il y en a de tous les goûts. Hein. Goodbye. Profitez bien. Futur ministre. No, Yes. no, it's now. Ah, c'est ministre. Non, pas Yes, encore, pas Prime encore, pas Minister. encore. Bientôt, Inch'Allah. C'est une blague, c'est une blague. Bientôt, Inch'Allah. Have a nice day. Enjoy, enjoy. Vive l'Albania. Comment tu sais? Vive la France! Vive l'Albania. Ah, të lumtur, Vive la bravo. Marseillaise. Bravo, bravo. Bravo. On a testé un peu le français. On a testé un un peu le français avec nos amis français. Jo, je duke fol për pismën, jo për BBC-n, Oui. kështu që mund të thashë shqip. Ta kthejmë në Shqip. Shqipa pra. Me që se ishin këto dhe Po, po ktheje tani edhe se çfarë Po. thonë, e energjinë, entuziazmin atyre. Kaluam disa minuta me disa turistë francezë që kishin ardhur në Shqipëri, pasi siç e dini presidenti Macron vazhdon vizitën në Tiranë dhe është diçka pozitive për ne, domethënë që të përfitojmë nga Franca, pasi siç e dini Franca është superficia e 5 në botë, si në ekonomi, në ushtri dhe ka domethënë forcën e duhur domethënë që të përmbysë botën, të zhvilloj botën dhe më shumë, pasi siç e dini Franca është në planetin Mars, Franca është në Hënë, Franca vazhdon në Saturn, Jupiter, domethënë. Fillon me I themi Francës më kush është Franca, domethënë ta dinë ta dinë ata që shikoj për herë parë piskun njohurinë për Francën. Franca nuk është do kujdo, Ja, më nuk sikur foli është krenari domethënë për ne që të kemi Francën afër nesh. Izraelit ndoshta, ha? Izraelit? Anglisë. Ingles. Edhe Apo kemi po shumë miq izraelit. Edhe tani pyetja e gazetarit BBC-s ishte domethënë se Shqipëria çfarë mund përfitojë, çfarë ka pozitive Shqipëria me BE-n. Bravo. Po spari është ekonomia domethënë që ke parasysh siç e dini ushqimet në Shqipëri janë më shtrenjtë se sa në Francë në BE domethënë. Pasi kjo është për shkak të transportit, për shkak të largësisë,
për shkak të doganave, çmime, taksave doganore, gjitha këta. Edhe për atë domethënë çmimi është më shtrenjtë, pasi siç e dini, ne më shumë importojmë se eksportojmë. Po. Dhe kjo domethënë është shumë e dëmshme domethënë për pensionistat apo për ata që s'kan dhe minimumin jetik. Dhe kjo domethënë do të ndryshojë së shpejti pasi në grup kapitull domethënë përfshihet domethënë dhe kjo lehtësira e doganore gjithçka domethënë, po gjërat aty nuk e di e ka kapitulli 6 apo i 7, domethënë nuk jam i sigurt pasi e di domethënë në teori ti vetë sheh pozitive pra në këtë pikë ku jemi ne që Shqipëria të futet në BE në gjendje ku është BE sot që ka është e vërtet domethënë që tani janë shumë etapa domethënë pas mbylljes të negociatave është antarësimi, pas antarësimit është heqja e zonës Schengen domethënë që ne jemi domethënë si zona Schengen domethënë që nuk duhet as kontroll as gjë domethënë pa kufi domethënë sikur shkon Tiranë në Shkodër ashtu është domethënë zona Schengen domethënë në të gjitha shtetet lëvizje e lirë për gjithçka domethënë pasi siç e dini shumë shqiptar kanë ekskuls pasi nuk e kanë respektuar domethënë tremujoshin e vizave domethënë dhe aty po në atë kohë domethënë po kjo mund të arrihet në vitin 2035-2040 domethënë pasi bëhet fjalë domethënë dhe për zonën euro. Tani që të bëhen të pyetjet e mia aty tani. Kjo që ndodhe me samitin është më shumë për ne, na interesoi ne më shumë pra na shërben ne apo vetë atyre vendeve të Europës së Jashtëm. Ki ishte samiti i 6 domethënë i BE-s domethënë që bëhet jashtë BE-s edhe i jashtëm do bëhen në Danimark. Pasi edhe presidencën 6 mujore e merr Danimarka në korrik domethënë një korrik deri me 31 dhjetor. Edhe Danimarka domethënë e shikon domethënë vizionin e Shqipërisë domethënë dhe përparësinë domethënë pasi siç e dini çdo shtet i BE-s apo çdo shtet i botës ka gjetat e tyre që bëjnë raportin domethënë ashtu si FMN-ja domethënë Fondi Monetar Nacional apo Banka Botërore domethënë dhe në bazë të njohurive të tyre domethënë jepet domethënë koncepti i Shqipërisë në ecurinë e saj në gjitha fushat qoftë ushtarake, qoftë ushtarake apo qoftë ekonomike, politike brenda vendes pasi po pra e qartë kjo ka qenë për ne apo pra ku di shërbeu shumë atyre vendeve që erdhën në Shqipëri apo ne shqiptarëve Shqipërisë në këtë summit ne ishim vetëm mikpritësi domethënë një vend domethënë siç u zhvilluar në Shqipëri mund të zhvillohet në Maqedoni por gjithë domethënë ne domethënë ishim pjesëmarrës domethënë ashtu siç ishte Kosova domethënë ne nuk kishim rol domethënë ato kanë kryer më shumë punë të vetë edhe punët tona pra kjo është ideja po ata kanë ardhur me programin e tyre por në fokus ka qenë Ukraina pasi siç e dini ka qenë dhe Vladimir Zelenski ku në pikërisht në tavolinë në karrikë ku e ulur ti ka folur me presidentin Trump. Mua aty ku je ulur ti domethënë dhe është domethënë po çfarë ishte biseda me dy fjalë çfarë se edhe Macroni po se mori Trumpin në telefon. Po është e vërtetë domethënë që Amerika tani ka disa marrëveshje ekonomike me Rusi, me Ukrainën për hidrokarbure domethënë për gjithë pasurinë nëndoksore me Amerikën domethënë, po kjo domethënë do bëjë që BE-ja të tërhiqet pak nga Ukraina pasi tani për tani ajo e shet domethënë Ukrainën si pjesë të saj. Po diçka e tillë nuk është e vërtetë. Ke dalë diçka shumë bukur. Kur do ndërsohet më shpejt që pra Ukraina apo Shqipëria në BE? Po në të njëjtën kohë që në Tiranë u mbajt samiti domethënë, në Turqi ishin bisedimet Rusi-Ukrainë domethënë dhe delegacioni rus i tha hapës Ukrainës që ne jemi në luftë të përjetshme me ju domethënë. Kjo domethënë dronet e ashtu nuk do marrin derisa Rusia të arrijë synimin e saj. Pasi siç e dini në vitin 88-89 Bashkimi Sovjetik domethënë përfshinte Ukrainën në gjirit e saj dhe kjo tani largimi i saj dhe bashkimi i Ukrainës me Bashkimin Evropian domethënë e dëmton Rusinë si nga ana ushtarake pasi kufiri sa do jetë 1800 km domethënë me Bashkimin Evropian, gjë që nuk i intereson në Rusi domethënë ketë kufirin me Bashkimin Evropian. Dhe së dyti që është kryesorja nuk do që të dobësohet Rusia dhe të forcohet BE-ja, pasi një BE e fortë, domethënë është një hero më e fortë, është një votë më e fortë, është diçka e ndryshme nga se që është sot domethënë BE-ja, pasi BE-ja sot është 27 vende domethënë, po duhet patur që parasysh që Greqia,
dhe Italia, domethënë, janë në gjendje të rëndë ekonomike për shkak të pandemisë, për shkak të krizës energjetike, janë shumë, domethënë, veçori që e bëjnë, domethënë, BE-n që të reflektoj për një politikë tjetër afatgjatë, domethënë, për shembull, zgjerimi i saj do bënte, domethënë, që Ukraina të modernizohej dhe BE-ja të përfitonte, domethënë, pasi siç e dini, Ukraina është e mirë në bujqësi, është e mirë, domethënë, në popullsi, domethënë që e ka, domethënë, dijenin e mundësi, domethënë që popullsia e saj të jetë më në BE, pasi edhe ata duhen. Pra përshtatet. Përshtatet. Po këtë lëvizjen, lëthimet e mikpritjen e Ramës, sugjestet lëvizjet e Ramës me Melonin është bërë një krahasim shumë i madh dhe i bujshëm në media shqiptare, se si priti Melonin nuk priti Vjosa Osmani. Po, është e vërtet, pasi si që pamë dhe në shesh, pata një debat me një qytetare, pasi edhe ajo kishte dhënë re, domethënë që ne jemi të ftohur, si se dhe veti që ftohur, domethënë, ndaj Kosovës, domethënë, për atë që ndodh, domethënë, me Serbisë, pasi siç e dini, Mitrovica ka fërkime akoma me Beogradin, edhe kanë bashkëpunime gjëra, domethënë, shumë zyra janë mbyllur, shumë zyra po mbyllen, ka që nga vrasja e Afrim Bunjakut e këta, domethënë, ka bërë, domethënë, që Kosova të ftohet pak me Shqipërinë për shkak se ne jemi të asnjëhershëm, domethënë, as nuk japim të drejtë Serbisë, po as nuk e merrim, domethënë, problemin që ka Kosova. Dhe siç e tha edhe kryeministri i Anglisë, që në Shqipëri të sjellë emigrantë të tjerë, domethënë, pasi kishte në plan në Ruanda, po me qenë se Shqipëria, domethënë, i japi derën Italisë, përse jo Anglisë, pasi siç e dini. Ka dalë teza pra që ne thoshim dje po të presim të emigrantët që të sjellë Italia, do të vinë gjithë shtetet të tjera të Evropës. Është vërtet, po. Edhe pse Anglia nuk është në Europë, po është vërtet, pasi Anglisë nuk mund t'i themi jo, pasi shumë shqiptarë jetojnë atje dhe Anglia, domethënë, është, domethënë, superfuqi ku, siç e dini, ka Australinë, ka Kanadanë, domethënë, në gjirin e saj, shumë shtete në Afrikë, domethënë, dhe Anglia, domethënë, ka qenë gjithmonë pranë nesh, me përjashtim të kohës së komunizmit, ku përpiqej të na ndihmonte në fshehtësi në mënyrët e saj, dhe tani qeveria Rama do reflektoj për idenë e Anglisë që dhe ajo të ketë disa baza, domethënë, për emigrantët, që opinioni publik në Angli ta sheh lëvizjen e qeverisë angleze që po bën diçka, domethënë që gjithë mizeria e botës të mos hyjë mbetet në Angli. Edhe kjo, domethënë, është në ide sipër, domethënë, se si do vendosi parlamenti apo qeveria Rama. Por qeveria Rama mandati 4 si po, me dy fjalë. Po i urrej kryeministit Rama. I urrej kryeministit Rama mandatin e 4. Ti opozitar apo si uron? Po, meqense ishin zgjedhje të pastra, domethënë, në përgjithësi pasi po doja thotë i hedhë janë kriminale, janë kështu, Berisha shkoi. Është raporti OSBE Odirit, më vëlla, unë dal mbi ata, ata kanë pasur zgjedhje të votimi, ka pasur përfaqësues. Pastaj çdo votë është e skanuar, më vëlla, aty i ke. Nëse po doja kërkon të rinumëroj. Si është këtë humbje po doste kjo? Po tani prite, pasi siç e dini, kompleksi Partizani është aktiv. Gërdeci është aktiv, 21 janari, domethënë, akoma merret spazio. Edhe tani vet njerëzit kërkojnë, domethënë, fundin e berishizmit. Siç e tha dhe drejt për drejt me vunu. Siç e tha kryeministri Rama. Gazi. Siç e tha kryeministri Rama të martën, pasi i bëri një takim përmbyllës martën apo më punën të sheshit në BE, domethënë. Pa 2-3 ditë. Po, një ditë pas. Po, edhe tha qytetarët. Po e thekse me zë lartë të fortë. Po, lartë për qytetarët. Po. Nuk kërkojnë tha ndryshimin e qeverisë, por ndryshimin e opozitës. Qytetar. Ai ka drejt.
Ka drejt, edhe opozita shkon pastaj bën këto përplasjen e gazetarëve të gjëra të tilla. Është diçka që opozita nuk e ka menduar deri tani, domethënë që qytetarët ashtu, po sekretari Noka domethënë Ti e sheh mirë, e ka si do të jetë afër qytetarëve mandatin e 4 Rama, si mendon? Po mandati i 4 domethënë siç e tha dhe Berisha do jetë aktiv pasi nuk do i kaloj 7 muaj pasi protestat do vazhdojnë, do jetë aktive, do ashtu. Ti e beson? Po sot për sot Berisha është jashtë PD-s pasi statusi domethënë i PD-s domethënë a di që u zgjedhë domethënë nuk e lejon domethënë kryetarin domethënë është automatikisht i shkarkuar. Domethënë edhe nuk e di se cila është strategjia e Berishës në vazhdim, por Zoti Noka mendoj që do ta marri. Gaza do të bëjmë një shëtitje te kjo ekspozita që ka bërë se nuk e gjen më. Nga ekspozita. Do t'ju prezantojmë të dashur miq, se po na merret goja. Jemi me gazin këtu, do të shohim çdo gjë ku është zhvilluar. Samiti i BE-s. Prit moshishim. Shive, tu ka qenë ai takimi, ë? Gazo? Tu ka qenë takimi i 47. Kokat e të politikës botërore. Po këtu çka ka qenë nga zot tani të futemi. Është e njëjta, domethënë një grup ka qenë këtu, një grup ka qenë këtu, domethënë. Rama ka qenë ky grupi ku ishim ne tonë tani. Aty ku ishte Ulti, ë? Kryeministri i Ashut. Ulëm bash, domethënë janë dy zyra të njëjta. Tu ka qenë pjesa tjetër e varet se cili grup bisedonte, cili ja këta kultukët. Po këtu çfarë ishin? Këto ishin për foto. Jo, kanë qenë ata securities domethënë që mos bëhet diçka. Agjendat apo security kështu thjesht? Të gjithë botës, a? Të gjithë botës, po. Ata më të famshmit. Më specializuar. Ja këtu janë, domethënë. Po këtu janë bërë ato firmosjet, firma, ata që kanë hedhur firmat. Firmat e gjithëve. Ti ki firmos tu Gazo jo? Akoma jo, po I le mos e bë pis me firmën tate, si këtu ka. Po bëj artificialisht. Bëj kështu. Diçka simbolike. Bëj kështu me të prekme. Është diçka domethënë që nëse keni çek për me firmosë e merr firmën aty dhe është e firmosur. Diçka. Sa filma ke parë. Kurse Po këtu edhe këta dy zyra domethënë janë. Po futemi edhe këtu, shohim ç'a. Na bën një prezantim tjetër prap këtu ka pas edhe takim. Bera zënjen atë kryeministën e Arshme. Jo, kryeministi është ky Arshme, nuk. Ja. Tu ka qenë një takim tjetër. Identike, domethënë janë 4 dhomat, po. Janë 4. Po ajo. Janë 4. Po ajo. Domethënë. Sa do të qëndroj hapur kjo ekspozita Gaz? Po sot domethënë do hiqet gjithçka domethënë. Do hiqet, ë? Është një nder i madh që përfituam nga. Për gjithë ju që nuk kishin fatin dhe mundësinë për ta parë këtë ekspozitë kaq bukur që ka ndërtuar kryeministri shqiptar dhe Shqipëria për delegacionin e BE-s, 47 kokar shtetësh të BE-s që kanë ardhur këtu. Është një kënaqësi, është një nder domethënë. Aty kanë qenë sekretarët. Mund ta shihni edhe tek Pisku, pra gjithë këtë panoramë siç e shihni këtu, ja, kjo është ajo ku ka ndodhur takimi i vitit. Unë ulëm këtu ti kaloj rrotull këtu edhe. Po na kishe tregu diçka, po na kishe thënë disa gjëra. Ja këtu domethënë. Po ky ylli çfarë simbolizon Gazo? Simbolizon domethënë siç e dini BE-ja ka 12 yje, ku ne i mungon ky ylli 13, ë? Ne do jemi ylli i Arshëm i asaj. Jo, ka qenë i Anglisë domethënë që e kanë thënë. Pasi siç e dini Brexiti bëri që Anglia të tërhiqet të dalë. Dhe mendojmë që ne jemi vendi 28 janë tashtuar në BE, po këtu domethënë kanë qenë të ulur të gjithë ata së bashku domethënë, është e vetmja sallë domethënë që këtu janë marrë vendimet kryesore domethënë për këtu kanë qenë le të themi të gjithë në Evropës për vitin 2025 domethënë. Diçka që vazhdon se si do jetë pasi këtu më ato grupi i sanksioneve në Rusisë 17 në mos gabohem. Po Zelenski doli i kënaqur me këtë që ndodhi këtu? Zelenski ka qenë nga fundi i ulur domethënë. Doli i kënaqur? Po mendoj që ja arriti qëllimit dhe synimit të tij domethënë që të vënë pa domethënë që Rusia nuk kërkon dialog me Zelenskin. Po kjo ka qenë gjithë ideja e Ramës se si është ndërtuar gjithë kjo ekspozita këtu. Ka vetë arkitektë vetë BE domethënë. Po pse BE ka bërë me lekët e BE-s? Ramos as nuk i ka shkuar në ndërmendje që. Po mirë, këto gjërat janë idetë e Ramës apo këto? Jo, vetëm ta vizatimet janë të Ramës. Të tjera janë BE-s.
Po mirë, si ideja kjo i ka dhënë lehtësimi edhe ngjyrë tjetër, ka dhënë ngjyra. Është e vërtet pasi është manisë diçka një ide shumë fantastike, shumë e bukur, domethënë në qendër të Tiranës dhe siç e dini dje Tirana u paralizuar komplet pasi ishte komplet domethënë. Po ka pas shumë ankesa gazo për sa i përket pjesës së trafikut të gjërave. Është vërtet pasi njerëzit ishin mësuar të kalu ditën në qendër edhe siç e dini te ekspozita janë disa pensionistë që luajnë domino aty dhe unë ngota ajo programi i ditës domethënë dhe kjo i bëri ata që të jenë pak të zhgënjën nga bëja po i pengon. Ti çfarë do kishe bërë ndryshe ti nga Edi Rama dje në këtë takimin e madh? Unë do isha një figurë e re domethënë në atë bisedim të gjatë që ndodhi dhe ishte pozitive domethënë që opozita domethënë të jepte mendimin e saj ndryshe nga siç e ka qeveria, pasi siç e dini secili arsyeton ndryshe domethënë dhe mund të ishte diçka dhe më interesante, por mendoj që edhe kryeministri Rama është familiarizuar me politikanët botror domethënë dhe e ndjen veten si me stafin e tij, administratën e tij, domethënë me ministrat e tij, me krerët e botës domethënë. Pra, me 40 ka qenë brenda pritshmërive tuaja Rama dje. Po, është vërtet domethënë që Rama ishte i qeshur dhe fliste në mënyrë të përsosur për sa i përket. Sot ka takim edhe me Macronin, me presidentin e Francës. Jo, me djalin me edhe me dhëndrin e Trumpit së djalin. Me Jared Kushneri, Krushkun. Siç e dini ai do investoj në Sarand, po duhet patur parasysh që tani programi i qeverisë Rama 4 është domethënë që të rrit domethënë produktin e brendshëm brut nga 25 miliard që është aktualisht ta kalojnë në 35 miliard dhe kjo domethënë bëhet në bashkëpunim me shtetet e mëdha, pasi siç e dini marrëdhëniet bilaterale dhe marrëdhëniet ekonomike do bëjnë që të bëhet realitet kjo, domethënë, pasi siç e dini sot. Gazo të përshëndes, falenderoj shumë, ke bënë një analizë. Sot e kemi 10.5% e kemi produktin të ardhurat për frymë, domethënë 10.500 euro, por nëse kalon nga 25 miliard, domethënë rezerva shqiptare në 35 miliard do bëjë që të shkojnë në 15 dhe është mirë, është mjaftueshëm vjetore domethënë. Po vjetore, si mujore. Për frymë, domethënë, dhe është pozitive pasi nuk e ka krushkë. Pasi minimumi i tij bëhet realitet dhe pagesa në administratë dhe rrogat domethënë programi i qeverisë nga 1.100 euro domethënë bëhet realitet e paga minimale domethënë nga 700-800 euro në sektorin privat, po ajo bëhet. Unë them dhe kam bindje plot, jo vetëm unë për gjithë ata që na ndjekin në kanalin Pisk, që ti do jesh kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Është vërtet domethënë që ti përshëndesim edhe një herë miq tan. Jemi aktiv domethënë në gjithçka, merrem komplet që aty domethënë edhe vazhdojmë domethënë këtë ecuri domethënë dhe do ta mbyllim tani, e ndjekim aktivitetin ditë ditës domethënë edhe ndryshimet që vijnë si pasojë e trysnisë. Madje unë them tani që Berisha nuk ka drejt më për shkak të humbjeve që theti pak më parë, ti të shkosh bësh kryetari i Partisë Demokratike, PD-s, dhe nesër të konkurrosh me Ramën bësh direkt kryeminist. Kjo është rruga. Po siç e dini zoti Basha doli vetë domethënë të Radikë dhe mori 40.000 vota domethënë. Një gjë e tillë domethënë unë nuk dua që të më ndodh, pasi është një ulje, domethënë një ofendim domethënë në fushat elektorale, po ta shihni edhe zotin Alibeja që doli me partinë e tij domethënë dhe ai 20-25.000 vota, po ta shihni dhe Alin Qorin me një deputet, zotin Lapa te Shqipëria bëhet me zotin Shabani një deputet, po ta shihni Tomdoshin me 3 deputet, me 2 agronsheje, me 2 agronsheje domethënë, dhe nuk ishte domethënë diçka, pasi një qytetarët kishin zgjedhë domethënë për një politikë tre domethënë ashtu, po nuk u bindën domethënë në premtimet e tyre elektorale, dhe edhe do vazhdoi Rama kështu mandatin e 4 që mbaron në 2009 dhe atarësimin e vendit në 2030 ku po përgatitet për mandatin e 5.
Ja dhe pesa. Je legjend. Miq, ju përshëndesim, dëgjojmë me vëmendje, keni një analizë të përkryer 29 minuta, 29.000 kilometër sipërfaqe e Shqipërisë. Hajde mërda mosha, ka rriti çik sipërfaqen nga